në statutin e partisë, çdo hap dhe çdo veprim ka bën me statut partije, sepse vlerësoj që subjektet politike duhet bazohen në rregullat të cilet i kanë shkruar vetë, apo. Dhe ne në statutin e partisë kishim të parapartë të gjithë këtë situatë që i ndodhi Aleancës për shqiptarët. Respektivisht në 192 parashitet situata kur përbërja paraprake nuk i dorëzon vullat, atëherë obligohesh te kuvendi që të regjistrohet subjekt i politik. Dhe konform saj kemi regjistruar lidhjen shqiptare prej në gusht të vitit të kaluar para zgjedhjeve lokale. Dhe ky ishte kongresi 5 i Aleancës për shqiptarët, me çrast kaluam nga Aleanca për shqiptarët në lidhje shqiptare, u integruan, vendimi ishte që të gjithë strukturat e Aleancës të integrohen në lidhjen shqiptare. Apo, kështu që kjo ishte ajo që ndodhi atë ditë në kongres, ne vlerësojmë që jemi në atë që është e jonë, edhe Aleanca për shqiptarët, s'kemi heq dorë. Vazhdon procesi gjyqësor edhe për Aleancën për Jeni ankuar në shkallën e dytë? Në gjykatën e apelit. Ai që me që po e hapim këtë përsëri dhe po e mbyllim, ai që duhet heqë dorë nga kjo punë është Arben Taravari, sepse nuk është lehtë të marrish dhe të mbash gjën e huaj. Ta marrish ndoshta është më e lehtë, po ta mbash. Po tani ndoshta e ka më lehtë për shkak se ju vetëm formohet një subjekt. Jo, është më vështirë tani më, kështu që unë apeloj, është e fundit që i them, le të heqë dorë, le të bëhe organizatën e vet politike, kërkush unë nuk i bëj ndonjë. Ja, supozojmë ta shën këto zotrin të cilët këto parazit brenda nesh e tjetërsuan, e bën jo nder e dinjitet në sy të shqiptarëve, po e bën turp e faqezes, sepse nga një aleancë Arben Taravarit u krijuan edhe disa aleanca tjera, ku diun të Arben Fetajt, Azir Aliut e nuk e di çfarë, po të gjitha pa dallim, të cilët kanë dalë nga aleanca Arben Taravarit.